Ju përshëndes të gjithëve, mirë se keni ardhur. Kjo është programi Studio Live, ndërsa unë Ermal Qormi së bashku në transmetim të drejt për drejt për ndalur në të gjitha zhvillimet kryesore në vend, padyshim duke referuar gjithçka ndodh në këtë fashë orare transmetimit të drejt për drejt nëpërmjet informacioneve që mund të përcjellen në orale nga kolegët dhe korrespondentët tanë në terren, por padyshim ato që janë temat më të rëndësishme të diskutimit do të kemi mundësi të diskutojmë me panelistët tanë në program. Por së pari po ju rikujtoj edhe një herë cila kanë qenë zhvillimet më kryesore të ditës. SPAK ka blokuar llogaritë bankare të pronarëve të tokës në Zvërnec, ku pritet të ndërtohet resorti turistik. Në llogaritë Artur Shehu dhe të tjerëve u vendosën në sekuestër 195 milion euro, të cilat sapo ishin transferuar nga investitorët e Katarit, llogaritë të cilëve janë zhbllokuar nga SPAK. Lëvizjet i përshëndeti kryeministri Rama, i cili tha se hetimi do të jap përgjigje shtëruese çdo pretendimi pronësie për tokën. Sali Berisha sërish mbrojti projektin dhe foli ashpër kundër protestave në Tiranë, pasi sipas tij bëhen opozitë opozitës së tij. Kryeministri Edi Rama është i bindur se burimi i protestave kundër resortit në Zvërnec është një luftë hibride e nxitur nga jashtë që synon të pengojë zhvillimin ekonomik të Shqipërisë. Kërkesa të protestuesve për dorëheqjen e tij, Rama ju përgjigj duke u kujtuar se ai ka kontratën me 800.000 shqiptarët që votuan për mandatin e tij të 4 qeverisës. Shkon në 3 numrit të arrestuarve për dhunën në Zvërnec, ku rojet private Major Security morën zvarr një protestues. Prokuroria e posaçme kërkon shpalljen fajtore të 11 akuzuarve të dosjes të kryebashkiakut Veliaj, të cilët janë ndarë në gjykim të shkurtuar. Në pretendencën e dhënë sot u kërkuan 7 vite burg për biznesmenin Elman Abule, dënimi i cili do t'i ulej në 4 vite 8 muaj burg. Një vit burg kërkohet për ndërtuesi Fatmir Bektashi, dënim që propozohet i konvertohet në punë në interes publik. Deputetja Klotilda Bushka e akuzuar për pengim të drejtësisë sipas PAK duhet të dënohet me 400.000 lekë gjob. Ish-presidenti Ilir Meta ndodhet jashtë qelisë prej mëngjesit të sotëm për të qëndruar pranë familjes në pritje për ngushëllime për humbjen e babait. Ai ka leje sot deri në orën 21. Gjatë vizitave, Meta pati mundësinë të bisedojë pak minuta me latin e tij politik, Sali Berisha, i cili tha se ish-presidenti mbahet në burg me urdhër të Edi Ramës. Minatorët në Bulqiz ka ndërprer punën duke kërkuar rritje të pagave dhe ndryshimin e kontratës kolektive. Protesta zhvillohet brenda rrethimit të kompanisë Alpkrom, që ka me koncesion minierë më të madhe në vend dhe paralajmërim bimin e bojkotit nëse nuk ka reagim nga kompania.